Edhe se zonja Sagjiu për kryetare dhe pas nën kryetarëve në paket, do thot, mirë po është e tmerrshme mu mendu që opozita nuk po guxon me fol. Nuk ka guxu me fol, s'ka guxu as prom me fol, nuk ka me guxu as tashetutje, sepse eklipsi i qujtu në Albin Kurth, domthon i ka friksu deri në palë, sa se friksohen, do thot, për çfarë do deklarate, për çfarë do vendimori. Ata nuk guxojshin me deklaru deri prom se a do ta votojnë nën kryetarin e listës që vjen nga lista sërbska për nën kryetare, jo. Deri këtu ka orë puna sa tashetutje, zoti Abdi Gjiku, zoti Hamza duhet me shku me vetë Albin Kurthin se çka me bon me partitë e tyne, edhe me ideologjinë e partive tyne, edhe me veprimet dhe masat e tyne si parti opozitare. Në këtë situatë, unë e shoh që edhe fjalimet e Abdi Gjikut dhe Hamzës mbrom nuk kanë qenë opozitare, kanë qenë sikur po dojnë me lidh një pakt të trije për çfarë pakti, kur Albin Kurthit asnjëri as tjetri nuk i vyjnë. Nuk i vyjnë, sepse i ka mundësin, i ka votat, i ka mundësin vetë tashetutje të gjitha ligjet, të gjitha postet publike që kërkojnë votën me thjesht në gjatën një vota, domthon ai nuk i ka problem të realizojë vetë mund. Zotri Matoshi, nuk kemi më kohë për të vazhduar këtë bisedë shumë të këndshme së bashku me ju.